parë dua t'ju falenderoj për trajtimin me prioritet të këtij ligji, njëjtë sikur dhe ligjin për energjinë që e diskutuam dje, duke marrë parasysh rëndësinë e miratimit të ligjit me kohë, për në raport me obligime ndërkombëtare që kemi në aspekte të ndryshme, por veçanërisht duke marrë parasysh rëndësinë për planin e rritjes, ku Republika e Kosovës i përfiton 9 milion euro nëse këto ligje arrin të ratifikojnë me kohë dhe pastaj edhe aktet në ligjore. Projekt ligji për energjinë elektrike që po prezantojmë sot para jush e avancon kornizën ligjore të sektorit të energjisë në Republikën e Kosovës, duke përcaktuar në mënyrë më të qartë dhe më të drejtë të drejtat dhe detyrimet e gjithë pjesëmarrësve në treg dhe duke forcuar bazën për një sistem të qëndrueshëm, konkurrues dhe të orientuar drejt tregut. Projekt ligji ruan strukturën bazë të ligjit ekzistues, mirë po zgjerohet më tej në adresimin e zhvillimeve të fundit në tregun e energjisë, integrimin e tij, digitalizimin dhe tranzicionin e energjisë. Së bashku me projekt ligji për energji që prezantuam dje dhe me projekt ligjin për regulatorin që do të sjellën në kuvend gjatë këtij viti, parafron legjislacionin tonë me kërkesat e pakos energjisë së pastër të Bashkimit Evropian, duke kaluar nga modeli aktual drejt një kuadri modern të harmonizuar me direktivën 2019/944, rregullorën 2019/943 dhe rregullorën 2019/941/942. Qëllimi kryesor është sigurojmë furnizim të qëndrueshëm, cilësor dhe me çmime të përballueshme për konsumatorët, duke kontribuar njëkohësisht në arritjen e objektivave klimatike dhe zhvillimore të vendit. Unë ndëgjova prezantimin e ministrës që na aproni ligjin e dytë brenda 2 ditësh, një ligj jashtëzakonisht voluminoz në të shkruar me qindra nene, por që me këtë dinamikë vetëm një arsye që u mundu ministra me na thonë është që janë 9 milion euro donacione që mund t'i thithim. Konsideroj ministre që për 9 milion euro Republika Kosovës nuk duhet me prek substancën e bazës energjetike e të legjislacionit këtë fushë pa një analizë të mirëfillt dhe pa një debat më të shtruar afatgjatë kohor. Ne këtë nuk e kemi pas dja sot dhe mbi gjitha sot po shohim që definitivisht ky ligj po e vërteton ato që thash dje, që sistemi energjetik i vendit, që nga linjat të prodhimit, të menaxhimit, të transferimit, të shpërndarjes, po shkon ka centralizimi absolut. Dhe mbi gjitha është shqetësuese sistemi i kontrollit. Edhe dje dhe sot, në asnjërin nga ligjet, ne nuk shohim sistem të mirë të kontrollit të pavarur, por shohim centralizim ekstrem të ekzekutivit mbi sektorin energjetik. Tendencë të cilën e kemi parë kogjamoti, por tashmë po jep, si më thonë, një vull edhe me legjislacion. Aja që ka vrehet hapur në këtë ligj është që po zhveshet kompetencat e kuvendit mbi sektorin e energjisë në mënyrë absolute dhe po centralizohet tek Ministria e Energjisë, gjithsesi tashmë edhe një pjesë për praktikisht kosti prej këtij ligji kalon komplet, si që thatë edhe ju, po edhe në nenin 9 të këtij ligji kalon pjesë e Ministrisë së Infrastrukturës. A thu cili është arsyeja? Do duhet me pas një arsye të qartë pse te Ministria e Infrastrukturës kosti sot. Dhe cili është roli juaj si Ministria e Zhvillimit Ekonomik apo Ekonomisë që e prezantoni sot. Në bazë të gjithë raportit dhe shkrimit të këtij draft ligji, u dash me qenë Ministri i Infrastrukturës me punë këtë ligj, sepse ai merr kompetencat absolute dhe ai do duhet ta shkruani. Jo më jashtru ju ministrit që ka me implementu kur ajo është këtu. Në anën tjetër, unë e shoh goxha problematikë dhe mënyrën e implementimit të ligjit, sepse ju e dini ne kemi miratuar një buxhet, si më thotë, vitit kaluam, e që këto ndryshime në substancë nuk parashihen në buxhet. Nuk parashihen në buxhet sepse Ministria e Infrastrukturës nuk e ka në harmonogram kostin. Nuk i ka këtë të përgjithësi dhe ligji nuk ka kalkulim financiar. Ana tjetër është Ministria e Infrastrukturës është ndarë me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit. Edhe atje kena mungesë të planifikimit buxhetor dhe buxheti nuk është askund. Po në fundit të buxhetit është këtë diçka e kalueshme. Është e pakalueshme, e pa arsyeshme dhe ndan sistemit është centralizimi politik i sistemit të transmetimit, komplet në dorë politike të një kabineti qeveritar. Edhe menaxhimi i situatave të krizave
është atje i parapon ka neni 96, edhe pse pe i pranë deri sot 100 nene me lexu dhe me analizu mirë, dhe thotë këtu mund të kemi që më vrejti se dash spaku deputet me pas një kohë dhe një mundësi me e pa këtë punë, nuk di pse po ngutni kështu. Pra, aja që ka vrejhet është që komplet sistemi i furnizimit tashmë po kalon në menaxhim të sektorit praktikisht të qeverisë apo të një ministrie dhe nuk janë të qartësuara mënyrat e kontrollit, përveç kontrolli absolut politik centralist. Dhe kjo është ndam të sektorit, jo thamë me bindje të plot, që konsideroj që kemi me pas jashtëzakonisht problem. Në vitet e ardhshme, nëse ky ligj gjanë së zbatuari, këtë formë çfarë është punu. Ka nene që unë plotësisht pajtohem që duhet me i fut në sistem, por jo me këtë mënyrë centraliste të kontrollit sistemit, edhe në planifikim, edhe në bilans, edhe në shitje, dhe kretë nga një kabinet qeveritar apo nga 2 ministra. Edhe regulatorit ashtu dje thash i keni marrë shumë kompetenca, sot dhe merrni komplet kostin dhe vendosni në Ministrinë e Infrastrukturës, që kur far analize deri sot nuk ka marrë asnjë qytetar i Kosovës pse bashkë të Ministria e Infrastrukturës. Dhe pse bashkë ju, pse se pruni ai ligjin, nëse është komplet. Pse ju pjashkruni ligjin Dimajl Bashës? Pse s'ka koste financiare ligji? Pse s'ka analizë? Pse do të me kalu kosti sot? Dëgjëm, po e shkatrani kostin. Po e shkatrani, nëse është interes biznesor, i ngusht, me i kap edhe baterijat në rregull, jo thatë, nuk parashia. Nëse është interes i ngusht dhe dominu kështu që padoni. Je të manipulu me opinionin. Jo, nuk jem të manipulu. Je të manipulu. Nuk lejo. Jo, mos të manipulu opinionin. Mos opinion. Bas mundesh me manipulu. Se nuk është pro Ministria absolute. Zotri Shala, Zotri Shala, të lutem kontribo për ligjin. Jam ka kontriboj dhe nuk kam tjetër për me Je duke kontribu versur me politike pa nevojë. Të lutem kontribo për ligjin. Jam shumë Ja profesional. Thoni cili është mekanizmi Ja që fjallën drejton Hysenaj. thoni cili është mekanizmi i kontrollit në këtë sistem të ligj. Martone, vazhdo. Cili është mekanizmi i kontrollit në këtë ligj. I nderuar deputet, zgjidhja që i keni bërë ju kur e keni vendos kostin me raportu në kuvend, është zgjidhje sui generis që asnjë vend tjetër në BE as në botë nuk e kompa që e ka. Ka përfundu kuvendi të miratu 61 deputet të e qu dorën për çështje operacionale të një ndërmarrje. Kjo nuk ka në asnjë vend tjetër. Është bën Kosovë si rezultat i nevojës për shturje, unbundling të direktivës së BE-s, mirë po, duke mos ditë prej mungesës njohurive dhe prej mungesës angazhimit me zgjidhje të duhur që me brenda në mbikëqyrje të qeverisë edhe koste, ka përfundu në kuvend. Kryetare, me të borgjshëm do të një përgjigj pak ministrës. Faleminderit kryetare, të nderuar deputet. Mendoj kolegu Shala nga opozita fillimisht filloj me një qasje të ndështrimit të tij politik mbi sektorin edhe mbi çështjet që parashë ligji, mirë po mandej te kaloj edhe gjuhën parlamentare edhe gjuhën kolegiale, edhe filloj me akuza. Unë nuk mendoj që ka nevojë për akuza, në fundit është një ligj i cili sillet nga një ministri e qeverisë që është votuar nga qytetarët me 51% në zero. Dhe unë mendoj që është në të drejtën e kësaj qeverie të bëj politikat dhe ligjet siç ajo mendon se mund t'ju shërbejnë më mirë konsumatorëve në Kosovë, qytetarëve, por edhe vendit. Unë shumë kisha pas dëshirë me ditë ku ju prej ka qatë shumë që u shqetësut ka shumë. Përbes nuk po ta synim individualisht. E dyta, unë pjo thëmë për kostin, që e përmeni kanë qenë planifikuara në stacionet dhe jenë bloku. E treta, saj përket mendësisë. Tashmo nuk kam nevojë me folë kur gjë për mendësin, sepse unë kam qenë edhe minister, edhe zavendës minister, edhe jam këtu dhe ju e keni pushtetin, po kur nuk isha besu, saj përket mendësisë, një parti politike, në asja në kryet komisionit, nëse pëtoni me hekë kështu, njerëz që realisht e kanë bon shkeljen e ligjit dhe janë me akt akuza. Na nuk po dojna me folë për mendësin, sepse në kryet ti komisionit e kemi sot, e ndërumen që është me akt akuz dhe në filat për mendësin mu. Po, unë jam këtu,
jam në opozit me dignitet dhe me ftyrë dhe parimisht na keni pru njerëzin me akt akuza sot Kosova është pa rezerva. Byron e konfiskimit të pasurisë. Se e votu kundër. Komision. Se e votoj. Se nuk i tregoni shtetorit. Folni për dignitet. Për dignitet. Tregoni shtetorit se nuk e votu byron e Këtë komision njerëz me akt akuza dhe më fol për dignitet e moral. Nuk e fjalë për ligjin. Po e hedhi në votim projekt ligjin. Po e hedhi në votim projekt ligjin dhe sa i përket para votimit këtij projekt ligji se kush cakton sa unë kom shkel ligjin apo s'kom shkel ligjin, duket nuk i as gjyqtar, as prokuror dhe nuk mundesh ti me përcaktu se kush e shkel ligjin. Me këtë rast, ju falenderoj gjithë deputetëve që keni marrë pjesë në mënyrë konstruktive, por jo ata që sulmojnë politikisht dhe nuk kontribojnë në projekt ligj. Me këtë rast e hedhi në votim se a përkrahet ky projekt ligj apo jo në parim, kush është për? Faleminderit shumë, s'ka dikush që është kundër, s'kam nevojë as me ngrit pyetjen. Faleminderit ministre, pas debatit dhe votimit komisioni nxori këtë rekomandim që të miratohet në parim projekt ligji për energjinë elektrike.